qitë piku unë sa është në kamion, të shku pikën tjetër, edhe me duru erën e pakëndshme që është tuar qitu. A muj sa buk me do, mos me gjyt? A mujna me do sa buk, mos ta gjujna vlla. Ka gjasi punë e vështirë edhe shumë punë e lodhshme. Ka nisë edhe shpina me mëdhim. Shkojnë peshave tona aty ngrej. Përshëndetje miqtë e mi dhe ju shikuestë shqiptarë që krejt nga ona Arlindje. Sot në emisionin e ditën lëkurën tonë. Kush janë ata të cilët duhet m'ia besu mundin edhe sakrificën që bëjnë për neve. Ata të cilët e mblojnë morën për neve. Sot vjen marrë te kompania pastrimit, ku sot kam dhënë ditë pune me punëtorë të pastrimit. Me ata të cilët meritojnë më shumë të respekt, por nuk respektojnë çaq shumë vendin tonë. Sot na hala ekziston ajo puna që ti gjomit me gjyt një mbetorinë ose me gjyt një kjesë të madhe të mbetorina. E sot kom me kalu një ditë pune me ta, edhe kom me pas sakrificën edhe mundin që ata e bojnë për neve edhe që hekin me na ditës. E këtu me mu është edhe krye shefi i kompanisë pastrimit. Qështë kom? Alo, mirë mëngjes. Ja, mirë. Vesa nësëm ditën. Kur ma herët se mësu se zot? Mirë mu që herët. Është një shpreje kush herët të ngrit, dy fote i ka grabit. Dy na fake. Po, kështu që... Edhe ishallah do nëzot i kalojnë a mirë. Ishallah, na po punojmë për shumë nga ofër punën edhe të punëtorëve tonë. Unë zakonisht e shoh një dimensioni tjetër, e kësa here na keni shtjellë neve pak me po dhe ma mirë edhe me prejkë realisht punën e sfidat. Ti ma nga ofër. A nisem ose me cilin kamion jena? Na, në fakt, kamionin veç për presin, që ta shte e kemi kamionin e qendrës, kemi vendosur me po shërbimin qendrës që shbohet, por shkak se kohëve të fundit po kemi sfida, po na dojnë që qendrën nuk kemi të e kry mirë, kështu që për shumë niveli ma i lartë i ndërmarrjes, shërbimin, po edhe niveli tjetër që ma i mire, a i mediali edhe më rinje me po dhe punën edhe me përqu. Unë sot kom vendos një po sakrificat ose mundin ose vështërësi që hos një punëtori pastrimit. Se dim që të na i mblojnë morën tonë më prapë se prapë janë ma të respektumit. Shumë e saktë. Realisht kjo farë stigma dhe kjo situata e krijume në shoqërinë tonë, që veshar kamione. Në shoqërinë tonë është që halo nuk mrin me kuptu kush janë ata herojtë e vërtetë që për një me kujdesen për shëndetin tonë. Dikujt t'i doket shumë e thjeshtë, një punë shumë e vogël, po sot keni me po dhe jo nga ofër që nuk ka punë e lehtë. Ju e po të pej mëngjese që shkoj organizimi, që shkis një farë dite krejt ndryshe, vlerësohen, i këshyrin kamiona nga ofër, a i përmbushin atë pjesën, i morin dokumentat e nevojshme, planin operative kanë, e din cilat pika kanë me shku sakë se cili, qysh kanë mu zbrozë, so kanë me shku tereni, në fund, normalisht edhe mu bojo përmbylla. Do këtë një varpune shumë e letë, shpesh ma bojnë nuk ka telash, është një kamion, një kontinjer edhe qikash. Po për me mri dejtë kamionit, dejtë një kontinjer edhe më kryt qikash tjesht, është një farë rumulloki shumë i madh i punëve që për një me nuk është hiq e lehtë edhe për punëtorët tonë, e është ma shumë teren që keni me po dhe sfidat që kena mu ballafaqu. Punëtorët tonë e bojnë një punë të jashtëzakonshme, pavarësisht që na shtapikejt pjesës shoqërisë nuk i vlerësohet, mirë po veç një det, s'pe thëmë dy, veç një det mos mu kryu shërbim, qytetin, jo veç Prishtinën, se kryu qytetin normalisht o majma, e më lënë me të rinë, e së më lënë. Kështu që sot kemi mi po nga ofër. Ishallah në ecë puna morë. Po, kismet. A vazhdojnë masa po... Që kjo është kamioni, një pjesë e ekipës vinë, po besoj me një ekip tjetër me kryo punëtorin, na pushkime. Ekipa, jene keni me mas piki me kërë tjetër, shë që shimi pas pak të pika ku kena një morë me turinat. Se pika që bajke patën shtirë me dollë. Shumë shtirë. Ku mu këthy? Na kem dëshmitar 2 telasher. E para ken një zojqe e qiti kontinjerin e shpis, aty kryet një shërbim derë më derë, edhe e qiti me vones, po që kjo ekipë nuk e merë. Dhe qëtu po vjen një varë keq kuptime të qytetarët, po menoj që ekipet tona s'dashtën me morë qatë shërbim. Apo se ka privilegim kjo... Ja, që kjo ekip nuk e kryen atë shërbim, ajo ken një ekip pak ma erët, na e ponë kamionin kër u këthy pak ma erët. Ajo e kryen shërbimin derë më derë, i morin ata kontinjerat e vogël, që kjo ekip e kryen terenin e qendrës, vetëm me kontinjerat në pikne, ku jenë pikat e caktume po. Telashën e pe, mu këthy smëjtin, a u dashtë me ardhë mrapa, po tash kena mu detyru me u këthy mrapa edhe i ngarku deri atje poshtë ku kjo shumë.
Për shkak se... Drejtar, Ja, po shumore. sot që ku me kom zirë drejtorin kryeshefin, pi zyres, edhe kismet. Nuk është që se dim që të sfidën, qëre, fatmirësisht, veç të lojmë që të farë, që të na e kem një farë vegzë, kapem vegzë zakonisht atje, po, edhe kontinjerat na kanë orë të ri, komandën, ma mirë e lojna këtë për shkak se këj ka dy sisteme, i ka digital, automatik edhe ka me manual, i ka të dy sistemet, shto që na kalëzën që pjesën e me manualin e të punua, veç me manual, veç kujdes. Kje është shakatale dhe shpit. Se do këtë një të është. Barabar. E shpak. Qysh peshe, fatmirësisht që tona i kanë shtru masanej, se të loshet i këna pos po. Të mos mujt me... Ja, s'pi menojnë mirë, me vend s'pi menojnë. S'po menojnë ka 2 herë po thua? Ja, fillem pe bojnë i farë gabime. Që kjo s'paska. Që kjo ko. Ja, drejtore, ja mora dorën. Ja, more dorën me të porën, tasha. Po. E të shumë. Kolega, hini mirë dhe ma kje? Ja, sini, qanej. Qanina... A e ngreja jo. A mujmë? Qto? Hajde. Ky ka dy sistemet, edhe atë dhënzorin kështu, pe ka kontinjerin e ri, pse? Që ta të rritë spikapa, pse? Shko kanë special për këto, Veç kolega kalëzëm deri kur mujme në shu? Dhe ishtu, Ja, ti mos më, Ma po shlen me qua jo. Ja, bja shko. Shita është... Ja, ona është do të me një. A, ona është, okej. Qashtë e kam planifiku. To, 2 qira s'ka, Shia pikat e katedrale, do me thonë drejtoru kryja? Këto janë mira. Po. Do me thonë, në këtë pikë, midis qendrës, i pas në posë veç 4, 60% më 40%. Shprasa. Tash ku i kena pikën e 2. Shkujna me përqindje. Me përqindje. Pikën e 2 tash nga ka të... Opa. Po përduash drejtar? Ja, shkjo sfit. Edhe që kjo sfit. Ka tash ka kena pikën e 2? Tash e ke pikën e 2. A do me veç shoferin? Tash, që tash të loshe e 2. Që ta kjere, ke kam në shku rikëferës. Mropa neve. Ose, pe tentojna me shku qëto që të paktën 2, me një qëto me lëshu rrugën, se ka me thonë sfin veti. Tash të i 2, një kalëzu se dhëtë me shku kejtë në opa. Përparem, që ke bu përparem vlo? Qumë? Kretar. Ishtimër. Puna që ka kjera për para të orë për fnina. Qëto kjo delane që me që nga shko. Aha, okej, pra, ledardo, ma kjo pak ma para, ti hinë qëto pak para mështë të desit. Ishta, ke du të më këtyri këfers. Trujtë zoti. Shikus në rumë, këto jena të katedralja. Shkaku i rrugës është shumë i ngusht, do të më këthy pej fillimit atje deri në fund mrapa, rikfert, kamioni, shpërshijet pat kjera mas të prit, po ka dhe kjera për para që në të orë ka dole. Rrugë shumë ngushta, e po duhet me dal, sfide madhe ka me dal vishë rikfert. E lemu me punu kitë punë. Kështu që tash po këshyrim ka dole me dal pa e dëmtuna i kjerë, punë në përgjithësit në raja, po të shohim tash. Dolem që që zotit më duke. O drejtar, moja qatë pullën që ka përfuni moja shtyp dhe tinali drita kaltër.
Na po kopëm mropa. Na po kopëm mropa. Haj. Ja, rritin me kolegen jam. Me kolegen jam une. Rre drejtara atjeti mos. Bismillah, shikus në rumë, po nisemi për të pika tjetër, kështu që hadini me neve. Ani koleg? Që ka analizana. A ma len mu shto? A pritan? Lema mu. E në orë të pika e dy qikus në rumë. A qështu ta pim ropsit? Okej. Halo, se kanë shua? Halo? Dhe të në shënë ojri njëherë. Nga morë dorët. E tash në. Tash me... Edhe një farë marifet, ja? Me mdjelë të të mëdaj. Do të me alëshu këto ajo. Kujo, qu? A mos minole isha? Okej. Dhe më thonë tash kur mushet, kur se në zenë, do të me janë shu, do të me përbi. Endo, ta he kjerën endo, be? Po, bismillah. Kjo është sfida numër 2, që me kitë... Shkakoj komunikacionit, a? Se... Po, Allah s'ka ka let, si pun. Se cilin gojlet veta. A mu shki koleg? A mu me morë? Hajde. Ta me koleg ashtoni, ha? E mirë, a i lodhë, që shkallove, ti ku ke onë të nga prinë teren. Kja qili shto vesh ma mirë. Po be dyra ju këthy, s'ka ja këthy. Po, ki brozë, valla. Me shto? Së të. Qushini? Valoj shikus në rumë s'ka ka punë e letë. Mere ngrehe, qite, qotë për pjetë, ullë apet, mere qotë e veni. Zakosh. Te di që bashkot. A për qënë të këta të përbim, kjo një hera du të pukun e mushme. Drejtor? A ku ka let? Vallohi drejtor hish let. Hish let s'ka ka. Let s'është as me hongër buk. Fiks. Po, që shpeshom tash na e kem një ekip që i vrejnë edhe cilët të ndëmtum. E qka bëhet me ato që ndëmtume? I zavendësojmë, ato ku mujna mi riparu edhe i riparojmë. Zakonisht rotat mujna mi riparu, edhe na i pjesë pak ma të vogël. Kjo me qenë se është plastik, kur të thejet në qitë pjesën qëto është e pa mundër më riparu. Po, se zakonisht metalit saldohë nëse ju vënohet e re. E re. Hajde. Po du me... Tja një ma janë... Qo, koleg? Qo, drejtar? Qa to, kërë mi morna ju? Ja, ata material. Ata material, okej, dhe më thonë materialet? Okej. Cëla ke... Edhe drejtorin e nëzira pizyres? A kjo pipunon automatik, do me thonë. Presja. Presja. Po, a? Vesh njerë ka punu dhe heqë. Drejtar, me cilat sfida zakonisht për bollin i mas shpeshni më tu? Në teren. Në teren. Bos të asoj që e kemi has mas shumë të edhe pe i këtyne që i raportojnë edhe punëtorët edhe ekipet tona, janë pjesa e komunikacionit e para që e po të dhe vetë, na u dash më këty mropa, një rrugë shumë madhe, ngusht, plus parkime, vetura, plus të eshtu faktin që edhe mropa është ma shtirë Me heca? Me ecë,
E dyta janë parkohen veturat, në malla, në lagje, Veç ku e praktizimin pa bjotës për i mundësojnë herë. që të farë. Ha, fix. Edhe pak, do mja morë dorën. Ata marrë qatë frisë qatë kacini, herë. Ne kisa të vlajë qëtu. Ja ato linë fund. Një pjesë të Qito lotë s'ka është mua? kjo që pe shenë Komunikacioni, kolonat. Po, kolonat. Okej. Kolonat po dhe parkimi vetura, gjujnë edhe materialet forta në kontinjen. Mas mena do të mi hek, mi selektu, mi largu, për shkak se e prishit sistemin. E vo me prish sistemin, kjo ka kosto të modhe. Përveç që ka kosto edhe koha për me riparu, është shumë e modhe edhe na pa mundësën edhe na qëtë një varë. Sa më të më shku vlera e një kamionit motorinave? Mesatarisht, pimas liri është 115.000 deri milion. Hajt. Morë çfarë e blem, po na çfarë i kem, mi 120.000 E për përplir. Po Okej. kosto ma tjerë. Ale pa vazhdojnë pikë që të hëvona, ja, na tu jena. Na jena Dhe punëtorë. grande, o kry, hajde. Dhe te grandi. Veç runë e Që kus me vetën. rumë jena të vazhdojmë pikën tjetër te grandi. Nuk ka ka letë, më konë një ditë në likur një punëtor të pastrimit. Qytetarë doshëm kini kujdes, ku pigjunin veturinat. Kini kujdes. Problem edhe unë kur për foli realitetin për çka po mgucën edhe mu, ku më lojë rahat. Mirë ma, më stani më lojë për ata qëre. Ju e dini ma mirë, unë i këmë dhonë. Me nashë dhe me stopua. A pja qelë vish vesht, ka pak të puj qitohën e mas fori. Jam më mësuja mu tranu. Sa dhe marrë me jau një mu, sa do pak në mu, sa me jau një mu. Kolegë mos me ljothi. Drejtar, Une, pe marrë edhe une ka një vedo, qëre unë pe bëj një punë dy fesht, drejtori dhe kamermansët. kom këgja. Ta shitokja? Drejtar, sa qenë para gjykimet ma të shpeshta që mundën mi morë punëtur të pastrimit. Po na, para gjykime ka shumë, të kalzova pak si shoqni jemi shumë para gjykus. Ne, kur? Qato? Tash ato të forën push, ato të forën, Shto? Qëto? A qëto? O ti të pusht, ha? Sa interesant ko ka me puna. Fatkesisht këto para gjykimet janë të mdoja dhe alo nuk po mbrin me kuptu konceptin që Ma shumë. Ma shpejt, ko. punëtor tonë një farë forme. Me dy të përpjet. Qëto? Mëreja ma shumë. Qash. Ka dhe këni farë marifeti, nuk ka bashkë Vallaj. thjesht. Se vëdhe një kamion, një këse. Në Japoni, punëtor tonë me lidhë me qitë pyetjen tonë, punëtor që krynë qitë punën tonë, Kjo tash ma pretin push. i thojnë inxhinjerë i mbeturinës. Inxhinjerin veturinës. Edhe klasifikohen edhe qashtu veçohen edhe respektohen jashtëzakonisht shumë. Edhe këto mendoj që një pjesë e mirë e shoqënisë nuk është që nuk e respekton punën e tyre. Njerëz se meritojnë mas shumë të respekt dhe meritën punëtur të Nuk ja pastrimit. din të lashën edhe sfida më të mëdha, po nuk është që edhe nuk e respektojnë. Ha të zonë, gjuje shjet. Ja be gjuje që të mos të ndin. E më konë në krejtë si ti me gjujtë e veni, shumë a i po që shkon kjo ven. Më të fka. Ja. Që? Kolaj. Kena pak fuqi me gjujtë e nalë. Në fillim po, Dit liu dhe, fillimi pak. Që kjo pak të lashe, po e shoh që me kalimin e kohës dhe që janë tu u vedisu edhe qytetarët të shohin që kjo punë është e rëndësishme. Po çka kemi
kejt këto sfida, mas ne jo të lasha që të shërbim që pe kryim, e kejt këto sfida dhe peripetësi nuk pe pagujnë. Nuk e paguajnë. Ton kitë mund me borë dhe fund s'paguajnë. Fund s'paguajnë. Në fund mesim rrezikomi mas ne me pos të lasha dhe me paga. Edhe kejt kjo mund mu pagu edhe mos mi pos parës mi pagu paga. Këto, në këtë punë, për një me shumë sfida, përveç lodhjes, para gjykimeve që të me pas njeri, punëtorët e pastrimit do të më dëru edhe erën e pakëndshme që është në kamion ose që gjatë momentit kur e merë edhe shumë e pashmangshme. Është e pashmangshme, edhe këtë pjesë. Do më thonë viç, unë sot pja u kuptaj, çka mundën me hek punëtorët e pastrimit, edhe sa mundën me pas vështirë në çdo aspekt, si ka ona fizike, si ka ona erës, si për ka para gjykimet, si për ka çdo sen. Qëta është jo mirë, ako me ardhë me neve mrena, a jena ma largë, qëta është? Në Gjepës. A është ofër? Të kafet e... Mas rrinana, se kem problem. Na po knashën të bolla. Shikus më lërum, sakrifica më e madhe një punëtorit pastrimit, që mundet me konë është gjatë momentit, kur është qyton, qitë piku unë njëmë sa në kamion, të shku pikën tjetër, edhe me duru erën e pakëndshme që është tuar qitu. Që kjo është një për sakrificave më të mëdhoja, që i mund tënat, si për ka ona fizike, si për ka krejt. Bëllë që duhet me dëru këtë erë të pakëndshme, që kjo është mas sfiduse. Këto po do të ka më mojt njëri mirë, edhe fort, se si po hin kanoni me një kthejs për ta merë pak onën. E po do të mu siguru mirë. Verës venera 2 herë mazia. A e mira e lo, se kalen. Shikus në rrumë, jena ato hinë rrugën. Që kem një rrugës? Shikus në rrumë, jena ato hinë rrugën a Gjep Luci, një për rrugëve që është tu regullu për momentin, po që tu kena me pas mas fështiri. Këmë konë që kjo pjesa qëtu. Rruga a Gjep Luci, ju e dini që është dhe tuneli, e qaty duhet me hi me kamion qatë tunel për mi marrë mbeturinat. Koka kolona e kirrave mazisën mërdore. Vish me prit na për kolona, pe kry ke njëri ndrimin e punë, vish të prit na për kolona. O mirë. Hare. Në qëfar venin të ngusht, hen kamionin mbeturinave. A dhe shkojmë të pika ku kena me zbrozë. A është? Shikus në rumë, unë e kësha pas qif... Kjo është sfida numër 8. Pi matronave. Pi matronave. Na këtu nuk i hekom, komuna e ka kontraktu 2 operator privat për mi hek qëto. Në kalumen e kemi pas na edhe pse mi kontraktum, ata e kanë kontraktu dhe 2 tjerë, edhe nuk jenë të i hek. Kalumen i kemi hek, edhe kur i kemi qështu se kemi lonë gjenë, ashtë ma pak në qendër. A janë qëto? Qëto pilojnë? Qëto do të milon. Qëto pilojnë asë preke me dorë? Nuk jenë tonat edhe qashtu kënë njëjtë edhe mropa i poshtë një ormën dikosh e kishë gjujtë. Shikus në rumë, kontinierat nuk janë për hormona, nuk janë për frigorifera. Janë për mbeturina ditore, vlop, një kjesë e bërlog, ose një thes bërlog. Jo për... Halo, se kanë shua? Qëto? Drejtor, kjo penalti. Ta shkore të kjo pika këto, a kena në pik qëto? Qitë pik qëto e krymë shikus në rumë. Tash është dhe një pikë ma poshtë, e kanë shkot të pika tjetër veç. Shumë në papastërti, shumë, neksa papastërti, Allah, shumë. Kjerë që i parkujnë, s'na përgjitë pas policia, dhe të ta komentoj qitë pjesë. Komuna s'po pashpunën me neve, për shak të liqis të pengës. A besheni që gusë në rumë që shëtash me jupë kamioni i mbeturinat, a besheni, për arsye që a ne, na pat kjerët parkiratum, du me thonë që asë nuk përgjigjen, du me thonë, këto kjerët këtu asë nuk ka vjetë parkimit ku i parkiratin, kjerën ku e parkojnë, edhe masënja do të me hi pës në ngushti kamioni i mbeturinave, ose mu du të bodhe na i dëme prek në i kjerë tjetër, tu kujdes që mos me prek kjerën tjetër, pi ngushtësis. Du me thonë, Prishtina e madhe, por rrugë t'i ka shumë të vogla. Do me thonë, qito, neve nuk në takon mi morë, edhe si morëm, pse se paska material dërtimorë, vlo, knof.
Këto du me pas venin e posaçëm ku mu gjujt, jona për kontinjera. Se nëse marim as hormonin, e as shumë tronave mi ngre. Po dhe maron, Sa kilogram mundit me pas? Nja të zakonisht 100 kollon. Ka gja si tronave. Fizikisht më lodh vish të i ngre. Vish të i ngre, fizikisht më lodh njeri. Ta shë prunë këtë kodën. Bërë që të kodë që kodët e shprosë. Që po të rëbës. O gjalli? Që të të shrodhë, vre? Ama ja, shikus në rumë për një me. Pash zotën e madhë, pjo bëj be. Që mos gjuni tulli farë veturinat e kontat. Se kontat nuk janë për krejt veturinat. Nuk janë për hormona. Nuk është për koda. Nuk janë për gjoma. I kanë venet e posaçme ku mundesh me gjujt. Jo në konta. Si ti mundesh vish llogaret e pak që qatë gjëmë që ti e gjun, mundet me hupë synin ndaj punëtori pastrimit ose mu lëndu di kanë ftyrë. Pijamave që kcejnë. Kështu që të keni kujdes që lutna. Vazhdojna te pika tjetër se çka piku kry. Shihni pas pak. Kush i ka fojt për shto? Komuna. Komuna. A është çdo herë që shtot? Tash vetëm me punëtor kur vin? Nuk e di, na është këto mirë banorët me ditë dhe Që sa ku është? ja s'pe di. Unë nuk pëtesha këtë pjesë, më na mi vetë edhe punëtor, po do këtë që është shumë më te, për shkak të ngjyrës gjelbër që ka nejtë. E tash është mikë punëtori që atje me morë kontën o bloqyre nuzit me hidlo. Po do këtë që të lashe me kanalizim, edhe shpresoj që... Ujra zeza? Po me ujra zeza. Nuk është Velipoja as Shëngjini, po është kanalizimi midis Prishtinës. Midis qendrës, jena mrapa sheshit, ma saksisht mrapa Maksit, që të shohim së një plazh të vogël. Në qendër Prishtinës bërë metropol, në qendër Kosovës. Për deri sa dënon policia s'bë milon. E që natën Po dash me thirë, telefon ma me i kirit. Ja, bë, ja peshoj vetë, alloj. Ja peshoj vetë, kuku. Ja, mama, më të shë. Valë vesh pa. Okej. A i ka mirë në i sena? Hajde. Okej, ma kullaj stash. Pa të shishe gjomit, a? Pa të shishe gjomit, a? Shishet pio. Shishet birra, a? I të largohë pak se më s'pëna kësa në i sen. Shikus në rumën e kone pikur i kom posë 12 vjetë edhe kom punu shumë lalloj puna. Kom punu në dëtëmtari, kom punu auto mekanik, kom punu në fur, kom punu auto lare, kom punu në fast food delivere. Zdia ka punë që kom u veç, pasha zotën e madhë, as edhe një punë deri me sot nuk më ka do këma e vështirë që kjo. Pse se, përballesh me paragjykime, përballesh me fymje, përballesh me pritjen komunikacion, përballesh me aromën e keqe. Kështu që, ama mu shta koleg? Mirë dhe mirë. Oha! Që kjo keq është në kolega? Një gruvi ca e gjujti? Që të gjujti jashtë për logit da, jashtë konta da? Po të nga ka pari edhe këto ka thonë hajtë se këta e pastrojnë. Ta pumat me s'kan. Po, qka po m'bjen gjëna, ma shumë që ka një po m'bjen me shkile dhe në troshat bukës. Që e ma e keshja. Hajtë, në betorinat hanë. Po, jo që hanë, po hajtë, për që të punë janë pëndonë të pasimit me betorinat. Po buka, shtokë në rumë, nuk gjuhet mena në kontë, po viret jashtë ta kontës. Se buka gjëna më kur mena në kontë. Unë gjenes pak.
E një losë, jene, një mirë. Kam dirë. Koku, u thava. Hajde, jam nisim qëto. Se qesh shpejt, se mund me tolë bejve. Okej. Me tolë mos e kësha. Okej, duhet ka dalë dolje. Se mundet me do për venit. Se po gëdësh dole ma fotit, së di. A, masanina me prej shkushin, a? Ka malë. Ta shtru së të kushin, a? Edhe hera të bejve. Okej. E, a mujnë sa bush me do, mos me gjyt? A mujna me do sa bush, mos ta gjyna, vla? Ma vla se gjyna, kjo një me të zotit. Jo. Mos të gjujë se barë me merë dikush për pula na i sen. Po është e lakë dhe jo. Pish pak, koleg. Ti iki me dhe shtu. Ej, gjentas. Na, koleg. Edhe shtu. Hame. A është gjyna? Thonë kjo bere qëtë më gjujtë, Allah. A është gjyna? E qëtu a ka bërlëk? Si, bërlëk, po buk, ja. A ka hinë dhamë qëtje? Mo dash pak me vroll koleg puna që ke shumë e mësht. A mo ka halon to? Ka halon to? A mo s'ka buk qëtë rasisht? Cila? Që kjo? Që buka vet? A te vjerëm s'ta buk qëtë be? Se... I merë dikush për pula na i sen. Që kjo e pas ka komen e presht. Ku. Moni më buken. Aj, zoti ja. Mera koleg ti shto? Edhe që kjo piku kryvish ju kisha lutë vish buk mena bërlog më gjumë. Se ka gjasi punë e fështirë edhe shumë punë e latëshme. Ka njësë edhe shpina me mëdhim. Shkojnë peshave trona të ngrej. Po, dash zoti e kryj me amër zotit. Po me të shisa me... Jam lodh, jam tesh. Jam lodh me shpirt. Kolega, bëjmë qatë shisa qatë kalsin, ja? A pritën?
Ja, lama mu lama. Pa. Që, miro, kuj. Ves ta hekshit kohën se s'guzojmë hi për funi. Po thua? Hajde. Shimi të pika tjetër. Veta hekja dhe shto. Veç pak, 1 minut, falem. Kanë zonë rrugës të kjerët. Kolega, ta shti shtofë në fund. Që bëj venin. Edhe shti shtë, puna me në roma kollaj masanena mi palu më ven. Nuk është letë si për këta punëtorët e pastrimit me dollë, me netë në kitë erë të mërshme, po balafashu me komunikacion, po balafashu me paragjykime, me ndoshta në ofendimet njerëzve për me që hugën të shpia. Nuk është letë as për ta. O që sa rrina, bojna ma betë para kamerës, punojna. Okej. O, ko ka jerohu fort be? Pak, po, valla. Apet, shikus në rumë, po hasim në problemet njëta. Dyshek, po. Dritore, po. Qëre mëra dhe kapak të kontinierave, që mund tumë? Populli dashit, qytetarët në rumë. Dritoret, syngjerat, nuk janë për më gjujtë e kontrët e bërlogit, po e kanë deponin apostafat veç për tu. Ju kisha lutë, ta keni parasysh, mos të ndodhë mo me pas dritore ose dyshek të kontrat e bërlogit. Sepse nuk i marin punëtorët e pastrimit që vëtë për kontinjera. Besoj që për mirë kuptan. Pasëll? Ta po, sa hojë. Të ne kalem shumë ongër buk, ha? Edhe një pik, edhe për shkërna me ongër buk. A për shkërna me falje edhe gjymon? Edhe une? Por to, lababu, ose lababu, po, to, nuk e morëm kont nalë. E bile vallas guma, dhe ma herë të ceka për guma që kompanisë pastrimit i kushton 90 euro toni për reciklim, se këto kanë reciklim ke tjetër. Nuk ka të bëj me këto qëra të mënasën. Kur? Ja, gume leja ty dhe gumat, mas. Ku i kanë lënë? Ku po flisht? Janë të shkel, shikus në rumë më flisht i hone. Kolega, pe ullë qëta? Ta hekëm direkt. Erdhë pej krye punëtorit që na udhëheq një dhe pastruesve. Njëherë me shku me shpraz, tëna me shku me hongër buk. Kat! Që donë me net edhe do të punë na atë lojna. Ej, kej preparim loma. Jena këtu mbrapa teatrit afër sheshit të Prishtinës. Ja që ta bile valla spelu. Ka cinë fshisen? Pa me fshijer, a ne i s'pat kur gju? Ajde. Qështu a? Pa. Po kry.
Të virim shtu. Falë shumë. Pa me rak më standi. Shkum, akshon bazar, shkum. Shluaj. Ataj. Jo vallaj, hin. Ka nisëm trullu i rasash. Edhe pse qëtu ira kontrollon po mira. Oha! Qëtu i pasan kom të reja. Ku? Një kërë rritje shtu i ka thyke që kapni me, ha? Se pas na po. Tash ka kena pikën tjetër. Ku? Në Porsche. Tash ikus nuk kena me shku na për Porsche të Prishtinës edhe me mbledh beturinat me hek pikontave. Që sot e kom dhe në knatësin që jam pjesë e stafit pastrimit që sa do pak sot ja u kom letu punën, nashta. A e të me Porsche kusë në gru? Viq, a buhet shky gjest? E punëtorët e pastrimit këto se morin valla, as do ke hekin. Qireq. Ka mujt, ate be qëtu ka mujt me shpros, fi kona alë të pëse s'bën, ti atje dhe i kohë e ka ngri. Po heqe vëllo, heqe. Heqe më, lejë në kamion. A shku me? Ja nisa mu dhe me lava. Jem lor. Kur e në qonë arin dhe me thonë po nisem. Hate bismillah. Ro knap në men. Qëto lo? Pa kanë zëni ma heret! Drejtore, a shkum? Në rumë, mena du shumë e folë gjimon këtë stafi. Kismet zotit edhe... Që më rrim dhe atje shtashtë që shala mina gjallë. Që na du shkum koma se vop. Mas gjëmos e ken edhe një pik, edhe që të du më thonë përfundon puna jonë për sëtë. Ndrimi, faktikisht, ndrimi jem, ndrimi paraditës. Se pështë edhe në cabaj në qu. Po gjollë që ta angazhojmë edhe ndrëm dytë. Jo bre. Kem nevoj. Vallaj, kallis jem. Ha të bo. Tash nisëm për gjumon direkt, në me neve. Sober bre, sober. Spresim bre, spresim, vallaj s'për presim. Po si rosë, nga përqef se nga dolte. Do për pun. A që ashtë të doj? Shto ka veshtina? A mujmë? Pa, ja, kujdesi në maksimum.
Hajde, shkum me çdo dy konta ka veç, shkum. Hajde, shkum doj. Çfarë? Pashora. Pasha allojnë e mava. Qe? No. Shtë jene pimori masë o pika më rëndë. Se... Masë nej piktu të kom shku direkt në deponi. Hajde e më rëndë ta. Shikus në rumë. Bashkë me kitë kontë. Pi vjen edhe fundi i këti emisionit. I këti epizodit më saksisht. Masë soj kontë na e kryna punën. Faleminderit shumë që na keni ndjek, po du dhe dy fjallë tjera që ju kisha lut juve si qytetar, gjujni mentorinat aty ku duhet, jo jashta kontinierave, te keni parasysh që edhe material ndërtimor mos hodhni mrenda kontave të bërlogut, po ashtu të mos gjuni as goma, as gjoma, apo as vitrina, apo diçka tjetër. Kështu që, deri në emisionin e fundit, mirë mbeqet, po edhe dini që këta njerëz nuk janë për mu ofendu, po janë për lavdata të mloja. Kështu që deri në emisionin tjetër, mirë mbeqet.